E dini se e kisha shtypur. Ne që thatë ju. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit tonë. Unë që Kea dhe keni të kanalit jonë Helion Mami. Jam shumë e lumtur për të gjithë rezultatet që po japim në videot tona. Faleminderit shumë për të gjithë suportin. Mos harroni të na ndiqni, të na bëni subscribe, duke qenë të falas, të na bëni follow në Instagram Helion Mam dhe për të ardhur sa më shumë video. Shijojeni pamjen. Njerëz, ne erdhëm në plazh sot, por kemi ardhur në një ishull që është 40 minuta larg Athinës. Quhet Salamina. Edhe është kaq bukur. Atje t'ju shpjegoj pak çmimet. Çadra këtu te greshti i parë ishte 15 euro, ndërsa mbrapa fillonin nga 10 euro. Edhe është fantastike. Unë nisëm ne që thatë ju kështu si pa plan. Edhe thamë ku do shkojmë, okej, hajde po shkojmë në Salamina. Edhe paguam makinën bashkë me ne të tre në makinë, 8 euro rrugën. Edhe këtu tani morëm në një gjë për të pirë. Edhe një patate për Helionin. Do ju marrë në vete në vazhdim. Teta me da gjasa. Evo. Po sa jeni sino në vërtetë? Mameta. Pra, një koktejl, një birë, një patate, 2 ujë, 30 euro. 35 euro. Për këtë pamjen këtu. Gëzuar. Ala, bëri më si ti ka në shkujse. Ku po shkon? Ku? Në ma çantën pak mua të lutem. Një korona edhe një koktejl 17 euro e gjysëm. Tani, është shtrejt apo së shtrejt? Sa ankojmë për Shqipëri. Ne tani sa po uquam edhe do shkojmë të ham. Ja kaluam shumë bukur dhe ky vend këtu është fantastik. Edhe këtu erdhëm për të ngrënë dreka, ndërkohë që biri po fle. Gëzuar jeta. Ja me miell. Nëse do ishim në Shqipëri, jam shumë e sigurt që asnjë nuk do ulej buz rruge edhe buz detit për të ngrënë drek. Ndërkohë që këtu në Greqi është krejt normale. Ja këtu ku kalojnë makinës, lokali edhe deti. Edhe Helion këtu. Që po shijon ujin e tij me kola. Helion. Është mira? Është mil? Është la mamin të hante drek rehat. Tu mami. Nuk do ti mami? Dash që peshkti? Do uj ti. Po, mami,
Do ham pak peshk tani? Do ham që peshk? Hajtë ham që peshk. No? Mami. Nuk do, mami. Nuk do t'jo babi, pse? Jo fare. Do me thënë të gjitha këto që hëngrëm neve, 101 euro. Daj ma. Mirë mendoj se shkuan. Nuk ma baba. Në fakt ne në dhërmia kemi paguar më shtrenjtë. Kore, No baby. Ne sa po mbaruam drekën, me thënë të drejtën na zuri dreka. Por Helion është duke shijuar pak ujë me kola, sepse Helion mendon se është duke pi Coca-Cola, në fakt është duke pirë me ujë. E ka shumë qef, por duke qenë se unë nuk doja të pija diçka tjetër, edhe mora një kola, normalisht ai e pa. Edhe unë i hek ujë, edhe i hek një pi kola sa të marri pak ngjyrën. Nuk ka ngrënë gjë të momentit, por do haj kur të shkoj në shtëpi, nuk do nda as peshk, duke qenë se ngri patatet tek plazhi që ishin. Edhe kështu dëgjojmë në vazhdim. Ne tani po nisemi edhe morëm tragetin për të ikur për natën. Helion është eksperiencë e parë me traget. Edhe po kënaqet shumë, por duke qenë se babi është te makina, Helion do të shkojë te makina apo jo? Ha? Ne morëm tragetin dhe tani do kthehemi për në shtëpi. Ha mama? Babi. Te babi? Prit. Do të shkosh te babi? Okej, Helion. Kemi ardhur në një restorant për drek, edhe ndërkohë shiko se kush po e shijon vërtet ditën sot. Mëngjes nga një ditë tjetër. Dhe ku po shkojmë që në mëngjes? Ne u zgjuam, hëngrëm mëngjesin, mami piu kafen dhe jemi duke shkuar në supermarket. Të marrim ja 2 gjëra të vogla që na mundojnë. Po ju flasim pas 2 ditëve nga video që ju pat që sa po kaloj. Dje që ishte diel, ishim të ftuar në një drek me prindit e mi, me mbesat, me motrën, me vllajin. Ja kaluam shumë dhe sigurisht nuk e kam gjetur telefonin nga çanta. As kamerën për të filmuar jo njerë, por ditem që Helion është kënaqur pafund shumë. Po frym pak herë sot, Athina është bosh, nuk ka njerëz. Sinqerisht njerëz ju betejmë që s'ka njerëz, sepse kanë ikë pikërisht në pushime. Ne të dini diçka që më ka thënë një zonjë moshuar këtu në Greqi, është që nëse qumshi ka këto kuadratat kështu, do të thotë që ka qenë, do të thënë ka kaluar data për ta konsumuar, edhe kanë kthyer e kanë bërë përsëri dhe e kanë shitur prapë në supermarket. Pra ju duhet ta merrni gjithmonë kur ka vetëm këto pikat kështu. Që ta dini domethënë. E dini se kush është e bukura këtu në Greqi që më pëlqen shumë, është fakti që ka pazar çdo lagje. I bëhet pazari afër shtëpisë. Këtu tek shtëpia ime bëhet të hënave, ndërsa tek ande ku jeton motra ime, domethënë një lagje pak më tutje bëhet të enjteve. Edhe ti mund të zgjedhësh këtu frutat, perimet, çfarë të duash. Me fat i bie të jem vetëm unë që i kam dhe të hënën dhe të enjten. Pra, ky është tregu. Edhe ti zgjedh çfarë të duash. Full me ngjyra. Kush jeton në Greqi normalisht e di. Se unë po haroja fare që po filmoj dhe për YouTube. Atëherë këtu po i bëj pasta Helionit edhe aty kemi ragu me pana. Unë e bëj një tenxhere të madhe ragun, edhe e ndaj në qese ose kupa të vogla, edhe sa herë më duhet e nxjerr edhe kam gati. Kështu që dreka për 10 minuta është gati për Helionin. Si gatuajmë? Ha tregoj pak bebave si gatuajmë. Qa bëri Helion? Bëri pasta?
I bërë pastat. Edhe tani do t'i shërbej mamin që t'i haj Helion, apo jo? Okej, mami? Po, i do aty. Dhe ka ndalë fantastike. Janë cës, apo jo? Janë cës? Po, janë cësa. Ti ham ne këto? Këta një marri dhe mami një pjatë për vete. Kush është atje? Ha? Kush është atje, mami? Të dua shumë. Po, ke dal atje. Ha kullore. Ha, kjo është kështu, është cheesecake. Helion, ja, këtu i bënte mami tortat e tua. Paska nga këto kërtapet. A doni të bëjmë një video njërës nga këto kërtapet? E Greqis. Mirëmëngjesi. Ne bërëm kafen, e pivëm, edhe tani do bëjmë disa krepa. Jemi zgjuar pak vonë sot, me thënë të drejtën çdo natë, kur ri vonë, e di që në mëngjes do bëhem pishman, dhe ky është një nga ato mëngjeset që jam bërë pishman që ndenja deri vonë. Por do ju flas në vazhdim pse ndenja deri vonë, sepse jam marrë dije me disa story një ask and question që bëra në Instagram, edhe kam shumë tema interesante për të diskutuar me juve. Ja ku jemi dhe krepa dan. Kjo është pjatë e mamit, kjo është pjatë e Helionit, nuk është e djegur, është thjesht e rëbyer. Edhe na bëf të mirë. Siç po ju thoja, dje kam drirë deri vonë, duke qenë se në Instagram ka një ask ku po pyesja mamat e reja se çfarë pyetjesh kishin dhe unë të përgjigjesha. Jam kënaqur shumë me thënë drejtën, por kisha shumë pyetje për lindjen, për postpartumin, kisha shumë pyetje për rritjen e Helionit, dhe në fakt mendoj që të bëj një video, ndonjë nga këto ditët, të bëj një video enkas ku t'u flas pak më shumë për eksperiencën, se si ishte koncepti i shtatzanisë, se si ishte lindja, se si ishte shtatzania, rritja deri tani, edhe nuk e di, nëse do duket interesante edhe juve këtu në YouTube, pse jo. Dje më ka bërë përshtypje nga gjithë mesazhet e bukura dhe gjithë mesazhet fantastike, sepse unë në fakt kam gocat më fantastike, i kam mbledhur rreth vetes. Ma erdhi një mesazh ku një mami e re ishte shumë pak në drivje, ku një mami e re ndihej shumë e mërzitur dhe më pyeste se si mund të bëhem unë si ti. Të them të drejtën, më vrau ky mesazh, sepse ndjevaj që aty jashtë, për te Instagramit, për te YouTube-it, ndodhe një mami e cila ka nevojë për një përkrahje dhe për një mbështetje. Ajo thoshte se bebi i saj vetëm qante dhe saj mundonte të dilte nga shtëpia, ndihej shumë komfort e thjesht në shtëpi, por që ishte e mërzitur. Unë në fakt ja dhash këshillat e mia, por doja ta ndaj me ju sepse nëse ka ndonjë mami aty përtej ekranit, edhe po kalon një situatë të tillë me një bebe të vogël, dua t'i them që nuk je vetëm. Jam shumë dakord që mësia nuk është e thjeshtë. Ka shumë sfida, ka shumë pengesa, por mos harroni veten tuaj. Ju lutem, nëse nuk ndiheni mirë, merreni bebin dhe dini një xhiro. Nëse se ndiheni të pakuptuara, flisni me partnerin, ai është mbështetja dhe forca më e madhe që ju keni. Nëse partneri nuk e kupton, atëherë me një mikesh, me maman tuaj, ose në rastet që e shikoni që situata bëhet e papërballueshme, ju lutem kontaktoni me njerëzit që mund të ndihmojnë, me një psikologe ose me një njeri që vërtet ju ndjeni rehat dhe t'i konfidoni ato që ju ndjeni. Bebja ju ndjen jashtëzakonisht shumë. Një mami e lumtur është një bebe e lumtur. Një mami i qetë rrit një bebi të qetë. T'ju tregoj pak linjën time të skincare-it, edhe pse pak vonë. Atëherë unë përdor të jogurtin e Koresit, është shumë i mirë. Të paktën për lëkurën time është jashtëzakonisht shumë i mirë. Do thuash sa vonë që e ke bërë skincare-in. Në fakt ne kur u zgjuam, normalisht bëjmë adetet e mëngjesit, si të gjithë. Edhe lavëm dëmbët, edhe me vrap
vendosa thjesht një hidratant edhe me vrap në kuzhinë, siç e pat bërëm krepa. Edhe hëngrë mëngjesin e Lioni, unë pastaj duke ngrënë ai mëngjesin edhe unë edhe duke u marr, përdor edhe këtë serumin, që është për pikat e zeza edhe për anti-age, është shumë i mirë. Ose unë jam ndjerë shumë mirë. Unë në fakt nuk kam fytyrë akneike, nuk e kam fytyrën problematike, normalisht kam imperfeksione si gjithë, por që e kam një lëkurë të pastë në përgjithësi. E si që po i thosha, ngrë mëngjesin, mami normalisht, duke ngrënë mëngjesin, duke bërë dhe ndonjë punë, duke sistemuar kuzhinën. Dua shumë t'ju marrë gjatë gjithë kohës me vete. Por më besoni që është e pamundur, me një fëmijë të vogël është e pamundur, sepse o duhet i përkushtohesh atij, ose duhet i përkushtohesh videove, ose duhet i përkushtohesh bashkëshortit, ose shtëpisë. Pra janë shumë gjëra për të bërë. Por po mundohem që t'i bëj videot sa më të gjata, që dhe ju të keni diçka për të parë. Hyjeta. Tasmi nene. Tasmi mama. Do i flasësh çik çupave këtu te mami? Hajde, okay mami. Edhe hidratantin që thatë juve, që s'ta asgjë është ky i koresit. Më pëlqen kjo linja. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ndërsa krem dielli nuk do vendos tani sepse nuk do dal, por përdor të vishis dhe është drejt përfundimit, por dua të marr një tjetër. Hajde papu, hajde çik çupave. Opa. Wow. Sa po hëngri një buk me djath bebe dhe shifilgo. Qa do ti mami? Do t'lash dhëmbët? Po i lavë mjerë dhe. O bebi, wow, mbyll dera, i lavë mjerë dhe. No, mos e mbyll të. Beja qik pacim qupave, okej, beja pacim. Do bëj ca fileto pule me patatet skuqura edhe një sallatë jeshile. Po t'i rah njerë filetot. Unë filetot në fakt i bëj thjesht me krip piper. Edhe i skuq në tigan zbroj këto. Edhe do ham drekën, sepse vajti ora 2. Lion. Paroj shpejt së skuquri këto, do bëj filetot me patatet skuqura, do bëj një sallatë jeshile, edhe të ham drekën shpejt, sepse pas ditë do vi motra ime me çupat, o do shkojmë te parku ose do rim këtu në shtëpi, të rinë fëmijët e lozim me njëri tjetrin. Kam prap hekur për të bërë, por nuk do ju marr me vete. Shikoni, e di kush është e bukur është që jeta e një mami është shumë e thjeshtë dhe shumë e ngarkuar. Gjatë gjithë kohës, për shembull që unë dua të bëj video dhe të filmoj dhe të nxjerr ndonjë gjë interesante, çfarë gjë interesante mund t'tregoj një mami? Ngritë mëngjes bëm mëngjesin, që lanë, shplan, gatuan, pra këto janë gjërat normale. Ndoshta ju bezdisni, ndoshta ju pëlqejnë, nuk e di, ma thoni në komente. Por jeta ime këto kohë dhe përditshmëria ime këto kohë kështu është. Kështu që unë çfarë jam duke bërë, ju marr dhe juve me vete. Gjithsesi ju falenderoj shumë që më ndiqni dhe më dërgoni mesazhe aq të bukura në Instagram. Komentet tu në YouTube, jam shumë falenderuese, sinqerisht. Situata e kuzhinës është kjo. Më thoni juve si ja bëni, se unë ngela tërë ditën në kuzhinë, gatuaj, pastro, ose ato që bëjnë video dhe kanë kuzhinën ndërkohën të pastër, si ja bëni me goca? Ja ku jemi, unë dhe pikat e mia të vajit. Dhe një fëmijë këtu poshtë që po merr patatet e tia. Urdhëro, sa po i ra në shesh, do i qaj tani. Edhe thonë ju paset se s'bëm video më të gjata. Odha një video tani, që odha në Instagram, edhe po flisja për të ndryshimin e brezave, të gjysheve tona, edhe ne, do me thënë që na japin e këshilla, po ne si ja bënim, po ju andej, po ju këtej. Në qëse nuk më keni follow në Instagram, shkoni dhe më ndiqni në Instagram, Helion Mam, edhe aty do të mësoni më shumë rreth kësaj videos, por e kam hedhur dhe këtu tek short në YouTube. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Unë sa bëra një dush, edhe doja t'ju tregoja pak këto ampulat
Në qoftë se ndonjëra ka probleme me rënien e flokut, i bëni screenshot sepse janë fantastike, janë më të mirat që mund të ekzistojnë. Në qoftë se për shembull lahesh një herë në javë, te bën të gjithë ampullën, në qoftë se lahesh 2 herë në javë, e bën gjysmën dhe gjysmën e ruan në frigorifer. Unë i kam marrë në Vlorë tek Diana Estetik, edhe janë fantastike. Nuk e di ku mund t'i gjeni ju, por në qoftë se doni mund t'i kërkoni, këto janë. Në qoftë se keni probleme me rënien e flokut. Shikojeni pak rezultatin për vetëm 1 sekond, 1 minutë. Për vetëm 1 minutë, shi si e bëri flokun. Tani në verë, normalisht është shumë pak, si të gjithë që e dim. Edhe është e pamundur që t'i baj flokut të lëshuar, por ju thash Dyson më ka zgjidhur, më ka super zgjidhur, i mbaron flokët për 5 minuta. Edhe i ke flokët, do me thënë se kur i ke shtri me pjastër. Dhe gjëja e mirë është që ti mund t'i thash me të ftohtë, por ke edhe opsionin me të ngrohtë. Unë kur i kam të njoma, i thaj me të ngrohtë, ndërsa kur i kam të thata, taj në fakt i kam gjysëm të njoma, kështu që për i thaj me pjesën e ftohtë. Edhe pak kam edhe i mbaroj. Me pjastër. Po do të mbaroj, duhet shikoj këtu, nuk fakt shikoj aty. Nëse gjithsesi e kuptoni vetë. Duke qenë se Helion po flej gjumë, edhe u mora pak kohë për të lexuar një libër. Në fakt ky libër i shpëton nga Muso është fantastike. Nuk dua t'u bëj spoiler, por është fantastik. Është shumë i bukur. Unë deri tani kam arritur tek faqja 130 dhe më besoni, është një histori që të ngele, do me thënë që kur ti e nis librin, fillon dhe je duke menduar për atë historinë gjatë gjithë kohës. Unë në fakt mora disa libra në Shqipëri edhe po ua tregoj. Si që tregova për librin e parë, mora këtë librin 2 nga 2. Thjesht vetëm po u tregoj shumë pak, flet për një baba i cili po rrit një vajzë të vetme. Mora dhe një libër psikologjik. Unë kam shumë kohë që lexoj libra psikologjik, por këtë e mora me sugjerimin e personit që shiste tek libraria, sepse më thaj që ishte nga një mjek. Kështu që këtë nuk e kam filluar, por sa po të mbaroj këtë, do filloj me librin tjetër. Në qoftë se ju pëlqen diçka nga këto librat, mund t'i bëni screenshot, edhe unë në fakt kam blerë në Vlorë, por mund t'i gjeni në çdo librari. Unë mendoj se videos toni erdhi fundi. Faleminderit shumë që qëndruat deri në fund. Më thoni se cila pjesë ju pëlqeu më shumë, më shkruani një koment, mos harroni të bëni like, subscribe, comment, share, çfarë të doni dhe mos harroni ta ndiqni në Instagram. Faleminderit, shihemi në video radhës.